Një delegacion nga kompania me renome ndërkombëtare Arsi Advisory Group, ajo që po harton projektin për lojrat mesdhetare Prishtina 2030, ka qëndruar në Prishtinë për vizitën e parë në terren. Qëllimi i vizitës ishte nisja e bashkëpunimit praktik dhe vlerësimi i infrastrukturës sportive që do të përdoret për këto lojra. Delegacioni ka inspektuar disa prej impianteve kryesore si stadiumin Fadil Vokri, pallatin e rinisë dhe të sporteve, parkun e Gërmisë, zonën ku parashihet të ndërtohet fshati i sportistëve dhe kompleksin olimpik të Notit. Sekretari i përgjithshëm i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Aliti, tha se fokusi është tek plani i operimeve dhe ndërtimi i infrastrukturës sportive. Janë dy nivele kyçe në të cilët ata do të fokusohen sot. Numër 1 është plani i operimeve dhe shërbimeve të cilët ne do të ofrojmë për familjen mesdhetare e cila do të vizitojë Kosovën dhe natyrisht ajo pa të cilën nuk mundet dhe kjo është infrastruktura sportive dhe infrastruktura e përgjithshme e cila duhet të krijohet për të organizuar lojrat mesdhetare. Një nga temat shumë të rëndësishme do të jenë burimet njerëzore, pra si do të mrim nivelin që sa më shumë staf profesional lokal të jetë i kyçur në lojra mesdhetare dhe plani jon, parashikimet tona janë që mbi 500 persona të rinj nga Kosova do të jenë të angazhuar në nivele të ndryshme të menaxhmentit të organizimit të lojrave mesdhetare. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Ministrisë së Sportit dhe Komunës së Prishtinës theksuan se rekomandimet e kompanisë do të shërbejnë për të hartuar masterplanin dhe për të përcaktuar qartë se ku duhet të ndërtohen apo rinovohen impiantet sportive. Ideja e vizitës është nga kompania përfituese për hartimin e masterplanit dhe janë fizikisht këtu për të u informuar për detaje të ndryshme që të marrin sa më shumë informata që të ju hinë në funksion të hartimit të masterplanit për lojrat mesdhetare Prishtina 2030. Në këtë kontekst ne e kemi një bazë, pasi që marrja e këtyre lojrave është një dokument i cili fillimisht është hartuar në atë kohë, pra libri i kandidimit dhe bitin buku dhe pastaj kontrata e qytetit që është njëkohësisht edhe garanci po mendoj e qeverisë së Kosovës për zhvillimin ose për kandidimin atë kohë dhe marrjen e lojrave mesdhetare Prishtina 2030. Takimi fillestar normal është kuptueshme që disa prej objekteve ekzistuese në kryeqytet dhe jo vetëm është mirë me shiqur të cilat janë intervenimet që duhet me bëu për me pas mundësi që këto pjesë, domethënë këto arena të shfrytëzohen për këto lojra. Mirë po na e dim edhe prej studimeve paraprake që kemi bërë vetë si kryeqytet, se këto nuk janë të mjaftueshme dhe janë shumë të limituara. Mirë po është mirë me bëni analizë të mirë fillt edhe prej kompanisë e cila ka eksperiencë të madhe në këtë fushë, për me shqetësuar cilat janë ato elementet që ne duhet me i rregullu për me pas mundësi me shfrytëzu dhe cilat janë nevojat adekuate për me investuar në infrastrukturë të re. Ndërsa Rob Clark, përfaqësuesi i kompanisë në fjalë, tha për Kosova Press se tashmë është momenti për të filluar me planin e zbatimit dhe realizimin e punëve të nevojshme në terren për organizimin e lojrave mesdhetare. So I think our sense is that the timing is good. It's time to start now in terms of the strategy, the planning and delivery. I think the opportunity with the kind of 4.5 year time frame is to really think through the legacy impact of the games. So not just the planning for the games, but thinking through the legacy, both physical, so the physical infrastructure legacy. So we've literally just been discussing infrastructure development plans for the games. Also thinking about economically. So what are the likely business opportunities for local businesses to help with goods and services delivery for the game?